Vetëm me këta 4 përbërës të thjesht, lëkura jote do të shkëlqej. A keni vendosur ndonjëherë ajk qumshi në lëkurë? Ajka e qumshit zbut dhe hidraton në thellësi lëkurën. Përmban acid laktik i cili ndihmon në largimin e qelizave të vdekura dhe pastron porët në thellësi. Zbut dhe parandalon rrudhat. Banania e pasur me vitamin A, C dhe B6 rrit elasticitetin dhe ndihmojnë për një lëkurë më të freskët dhe rinore. Vaji i ullirit është një pasuri e vërtet për lëkurën, përmban vitamin E që parandalon rrudhat dhe plakin e parakohshme. Gjithashtu, ai zbut dhe ushqen lëkurën. Disa pika limoni për të përforcuar më shumë efektin zbardhues. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, mos e përdorni. I përziejmë mirë të gjithë këta përbërës derisa të përfitojmë një masë në formë paste. E aplikojmë në të gjithë fytyrën dhe do ta lëmë të veprojë për 15 deri në 20 minuta. Para se ta heqim maskën, do ta masazhojmë lëkurën për 2 minuta. Më pas, do ta lajmë fytyrën si zakonisht, duke vendosur gjithmonë kremin hidratues, është shumë i rëndësishëm. Pas kësaj, lëkura jote do të shkëlqejë. Like nëse kjo video të pëlqeu.